Kreu I lidhjes së sindikateve të Maqedonisë thotë se sindikatat mund të shantazhohen me ligj për të mos kërkuar rritje pagash. Vetëm një përfaqësues I Ministrisë së Arsimit është dërguar për të inspektuar shkollën në fshatin Norov. Eurokomisaria Marta Kosi ka kërkuar Maqedonisë së Veriut të ndryshojë kushtetutën për të hapur rrugën drejt BE-s. Pas 22 viteve në Arati, policia arrin të arrestoj komandant Brezën. Përshëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Përfaqësues të sindikatave dhe të Komisionit për Çështje Ekonomike, Punë dhe Politikë Sociale janë për të propozuar ndryshime në ligjen për marrëdhënie të punës në fushën e përfaqësueshmërisë së sindikatave. Ndërkohë, kryetari I lidhjes së sindikatave të RMV Slobodan Trendafilovski, I pyetur nga televizioni Shenja, tha se kjo mënyrë e ndryshimeve të shpejta bëhet me qëllim që të mundësohet vetëm Konfederatës së Sindikatave të Lira të RMV-s të jenë përfaqësuese dhe sipas tij kjo sindikat është e shantazhuar dhe do të heqë duke mos kërkuar rritje të pagave. Në takimin e sotëm në mes Komisionit për Çështje Ekonomike, Punë dhe Politikë Sociale dhe përfaqësuesve të sindikatave, janë propozuar ndryshime në ligjin për marrëdhënie të punës në fushën e përfaqësueshmërisë së sindikatave. Ndryshime të cilat parashohin uljen e përqindjes së përfaqësueshmërisë së sindikatave nga 10 në 5%. Kryetari I këtij komisioni, Bojan Stojanovski, deklaroi se qëllimi I këtij takimi ishte një diskutim I hapur lidhur me miratimin e ndryshimeve në këtë ligj me procedurë të shkurtuar. Kjo mendoj që do ta demokratizoj përfaqësueshmërinë e sindikatave në Këshillin Ekonomiko-Social dhe do t'ju jap mundësi më shumë sindikatave t'i përfaqësojnë të punësuarit, gjë e cila është shumë e rëndësishme sepse në këtë mënyrë më shumë sindikata dhe të punësuar do të përfaqësohen në Këshillin Ekonomiko-Social. Kryetari I Konfederatës së Organizatave Sindikale, Marian Risteski, tha se këto ndryshime ligjore do të ofrojnë një zgjidhje më kualitative për sindikatat e vendit. Deputetët kanë propozuar një zgjidhje të mirë, që të ulet numri I përfaqësueshmërisë së sindikatave në 5%. Në këtë mënyrë, më shumë sindikata do të mund të marrin pjesë në Këshillin Ekonomik-Social. Kjo ofron një zgjidhje më kualitative. Mendim të njëjtë nuk ndau edhe kryetari I lidhjes së sindikatave të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Slobodan Trendafilovski. I pyetur nga televizioni Shenja, ai thotë se kjo mënyrë e ndryshimeve të shpejta lidhur me këtë ligj po bëhet me qëllim që t'i mundësohet vetëm Konfederatës së Sindikatave të Lira të RMV-s të jetë përfaqësuese dhe sipas tij, kjo sindikat është shantazhuar dhe do të heqë duke mos kërkuar rritje të pagave. Са само смета дека сите важни прашања за работниците или измена на законот за работни односи пред се треба да се разгледуваат на економско-социјалниот совет, каде што трите социјални партнери, владата, работодавачите и синдикатите ќе донесат заеднички став по однос на некакви предлог измени на законот. Се плашиме дека овие брзи измени на законот за работни односи за намалување на прагот за утврдување на репрезентативноста е само за да се удоволи на еден синдикат да стане репрезентативност, тоа е Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија, но уште повеќе се плашиме дека ваквиот начин на брза измена на овој закон значи уцена кон нив да молчат и да не бараат зголемување на платите, имајќи во предвид дека ваквата измена се прави исклучиво само за нив и за никој друг. Trendafilovski tha se presin që të marrin vërtetim lidhur me përfaqësueshmërinë e LSM-s, pastaj të thirret Këshilli Ekonomiko-Social dhe të diskutojnë rreth kërkesave të tyre për rritje të pagave. I pyetur se pse nuk ishte pjesë e takimit të sotëm, ai tha se LSM nuk merr pjesë në takime në të cilat merren vendime në dëm të punësuarve. Deputetët e pushtetit dhe të opozitës me qëndrime diametralisht të kundërta për mënyrën e zgjidhjes së statusit të inspektorëve të gjuhës, deputetët e VMRO-s dhe Vlenit thonë se vetëm me miratimin e ligjit me të cilin inspektorati i gjuhëve kalon në ingerencat e Ministrisë së Drejtësisë mund të zgjidhet kjo çështje, por deputetët e opozitës paralajmërojnë se nuk do ta mbështesin këtë ligj pasi sipas tyre humbet statusi juridik i këtij inspektorati që buron nga ligji për gjuhët.
Problemi me rrogat e inspektorëve të inspektoriatit të gjuhës është bërë temë edhe në kuvent, pasi sot koordinatorët e të gjitha grupeve parlamentare u takuan me drejtorin dhe inspektorët, të cilët vazhdojnë të mos marrin rroga dhe vazhdojnë të kenë probleme me sigurimin shëndetësor. Pavarësisht takimit, partitë politike vazhdojnë të kenë qëndrime diametralisht të kundërta. Koordinatori i Vlen Bekim Qoku tha se Vlen dhe shumica parlamentare janë të interesuar të gjejnë zgjidhje sa më të shpejt. Sipas Qokut, qëllimi është që sa më shpejt inspektorët të marrin rrogat e tyre që nuk i kanë marrë tash më 5 muaj. Përpiqemi mos e politizojmë këtë të çështje në kurrizën, hallin e punonjësve e qytetarëve që punojnë aty. Jemi shumë të interesuar të gjejmë një zgjidhje, nuk dëshirojmë të krijojmë pikë politike nga hallet e tjerëve. Tani, nëse dikush përpiqet ta bëjë këtë, ne jemi të interesuar që të gjejmë zgjidhje sa më shpejt. Subjektiviteti juridik i inspektoratit në fakt mbetet në kuadër të Ministrisë të Drejtësisë. Koordinatori i VMRO DPMNE-s Nikola Micevski tha se mjetet janë, pritet vetëm miratimi i ligjit që për momentin është bllokuar në kuvent e i cili këtë inspektorat e dërgon në umbrellën e Ministrisë së Drejtësisë. Dikujt i përshtatet kjo situatë, dikush dëshiron që ta vazhdoj këtë kaos, respektivisht të politizoj këtë çështje duke ndërlidhur këtë situatë me ligjin e gjuhëve me të cilin realisht nuk ka asnjë lidhje me zgjidhjen e problemit me të cilin përballen punonjësit e inspektoratit. Blerim Bezreti nga Fronti Evropian tha se si grup parlamentar nuk do ta mbështesin ligjin në fjalë, sepse sipas tij qëllimi i shumicës është që të humbin statusin juridik të këtij inspektoriati që lindi në bazë të një ligji të veçantë. Çështja është që të humbet statusi juridik i këtij inspektorati që buron nga ligji për gjuhët, kur ne edhe një herë riafirmojmë vendimin tonë që jemi të gatshëm që të kontribuojmë, që edhe kjo dilemë të hiqet, po edhe inspektorët të marrin rroga. Përgjegjësia tani mbetet shumicës parlamentare. Por Oliver Spasovski në lidhje social-demokrate, ky problem ka lindur si shkak i padijes së shumicës dhe mënyrës se si ata sjellin ligje, pa i pasur parasysh pasojat. Jeni dëshmitar se për çështje të cilët merren vesh VMRO, Vlen dhe Znam, nëse duhet të mbesin në kuvent deri në 2 në mesnatë me të vetmen arsye të përfundojnë punët të cilët atyre u përshtaten. Mjafton të shihni sa ligje janë sjell me procedurë të përshpejtuar për të vendosur kushte që dikush të emërohet drejtor, kurse 6 muaj deri më sot nuk kanë mundur të ulen për të diskutuar për fatin e njerëzve dhe familjeve të tyre që punojnë në këtë inspektorat. Krejt në fund, drejtori i inspektoriatit të gjuhës Arsim Idrizi pas takimit tha se ata janë të interesuar që problemi i tyre sa i përket rrogave të zgjidhet sa më shpejt. Edhe Idrizi po edhe koordinatorët njoftuan se në takim është vendosur që të ritakohen edhe një herë për të marrë vendimin final. Vetëm një përfaqësues i Ministrisë të Arsimit është dërguar për të inspektuar gjendjen e krijuar në fshatin Norov, ku shkolla e ndërtuar me vetë iniciativë nga banorët rrezikon që të shembet nga autoritetet shtetërore. Drejtoresha e shkollës qendrore Nikola Karev, Olivera Çevkarovska, deklaroi për shenjan se përfaqësuesi i investimeve kapitale nga Ministria e Arsimit e ka fotografuar objektin ndërsa presin që të koordinohet për hapat e mëtejshëm. Ministria e Arsimit ka dërguar në shkollën e Norovës vetëm një përfaqësues për të inspektuar punimet e shkollës. Pas deklaratës së ministres Vesna Janeva një ditë më parë se do të çojë një ekip në Norov të Krushevës, sot kishte dërguar atje një arkitekt, i cili kishte bërë incizime të shkollës së vjetër dhe objektit të ri të ndërtuar nga prindët. Këtë e konfirmoi drejtoresha e shkollës qendrore Nikola Karev, Olivera Çavkarovska, e cila për TV Shenja tregoi se përfaqësuesi i ministrisë ishte nga sektori investimeve kapitale, me të cilin tha se do të jenë në kontakt për hapat e mëtejshëm. Ishte një përfaqësues i investimeve kapitale nga Ministria e Arsimit. E fotografoi objektin e vjetër, objektin dhe ato do të dërgojnë në ministri dhe më pas do të kontaktojmë për të parë se çfarë do të ndodhë. Nuk na dha ndonjë afat kohor. Megjithatë, le të shpresojmë që problemi të zgjidhet. Edhe kryetari i komunës së Krushevës Tome Kristovski na konfirmoi zhvillimet në fshatin Norov, duke shtuar se ka disponim për të zgjidhur problemin, por tha se mbetet të shihet, se ka qenë vetëm një person dhe ka bërë disa incizime të shkollës, e konfirmon edhe Dashmir Jusufi, banori i fshatit të Norovës. Përveç kësaj ai tregoi se u janë kërkuar edhe dokumentet e deritanishme të shkollës që e kanë ndërtuar prindët. Normalisht kërkoj edhe disa dokumente, çka kemi,
për gjatë ndërtimit çka kemi pas dokumente, ne i tregum ato çka i kishim, edhe u zotum edhe disa dokumente shtesë të cilat i kemi momentalisht në përdorim, edhe ato në kompletimin final kur do t'jenë, t'i dorëzojmë Ministrisë të Arsimit që të shohin për komplet mënyrën se si është bën ndërtimi. Objekti i shkollës që ka ndërtuar banorët e Norovës dhe prona në të cilën është ndërtuar fillimisht duhet të legalizohen, që të ju lejohet vazhdimi i punimeve. Për ironi të fatit edhe objekti dhe prona në të cilën është shkolla e vjetër, edhe 75 vite pasi është ndërtuar, as ajo nuk ka pasur leje për ndërtim, por e njëjta nuk ka paraqitur problem për institucionet, ndërsa objektin e ri e konsiderojnë objekt ilegal. Deputetët e të gjitha partive kanë vendosur që me ligj të sigurojnë mbrojtjen e hapësirës rreth ndërtesës së kuvendit, sipërfaqja prej 1.5 hektarësh do të shpallet zonë mbrojtur që nënkupton se do të ndalohen aktivitetet ndërtimore, mbajtja e tubimeve publike, protestave ose manifestimeve e fluturimi i dronëve. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut me ligj do të mbrojë perimetrin rreth objektit të tij. Kryetari i kuvendit dhe koordinatorët e grupeve parlamentare të të gjitha partive kanë dorëzuar një propozim ligj me procedurë të shkurtuar, me cilin kërkohet që sipërfaqja prej 1.5 hektar që është përreth kuvendit të shpallet zonë e mbrojtur. Përkatësisht, bëhet fjalë për ligj me cilin do të rregullohet statusi sipërfaqja e përgjithshme kufit e tokës, përdorimi, sigurimi, mbikëqyrja dhe rregullimi i çështjeve pronësore juridike që lidhen me hapësirën rreth kuvendit. Kjo nënkupton se në të ardhmen në tokën pranë kuvendit në drejtim të shtëpisë së ARM-s do të ndalohen aktivitete ndërtimore, mbajtja e tubimeve publike, protestave ose manifestimeve, fluturimi i dronëve dhe llojeve të tjera të mjeteve ajrore pa pilot në hapësirën ajrore mbi kuvendin dhe zonën e mbrojtur. Zona e mbrojtur është sipërfaqja e hapësirës përreth objektit të kuvendit me kufi të definuar, i cili përfshin tokën dhe hapësirën ajrore, në të cilën hyrja dhe përdorimi janë të kufizuara me ligj, për arsye sigurie dhe për shkak të interesave të sigurisë së shtetit. Lartësia e zonës së mbrojtur në vertikalin e kufirit territorial të përcaktuar nga paragrafët 1, 2 dhe 3 të këtij neni është 100 metra. Për çdo parcel kadastrale duhet të vendoset një shënim që ajo është pjesë integrale e kufirit të zonës së mbrojtur. 3. Kufiri i zonës së sigurisë i përmendur në paragrafin 1 të këtij neni nuk mund të ndryshohet gjatë miratimit të një plani të ri urbanistik dhe duhet të përbëjë një pjesë integrale të çdo plani të ri urbanistik ose dokumentacioni i planifikimit urbanistik. Po ashtu ligji ndalon shitje në të ardhmen të kësaj toke që është e shitur aktualisht, por pas hyrjes në fuqi të ligjit, parcela që është e shitur do t'i merret blerësit dhe paratë që ai ka paguar do t'i kthehen atij. Në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, lejet për ndërtimin e ndërtesave në zonën e mbrojtur të lëshuara deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji do të revokohen në bazë të këtij ligji. Në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, aktet juridike që lidhen me tokën e përfshirë në zonën e shpallur si zonë të mbrojtur, të lidhura deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të ndërpriten në bazë të këtij ligji dhe Agjencia e Kadastrës së Pasurive të Paluajtshme do të fshijë shënimet mbi aktet juridike nga libri publik për regjistrimin e drejtave të pasurive të paluajtshme, sipas detyrës së zyrtare. Toka shtetërore të kuvendi ishte shitur në ankant publik në vitin 2013 gjatë kohës së kryeministrit Nikola Gruevski. Investitori mori miratim për ndërtimin e garazhes në kate në vitin 2014. Leja e ndërtimit u anulua në vitin 2018, por pas ankimimit të investitorit, vendimi i komunës qendër u anulua. Sipas planit urbanistik, aty planifikohej të ndërtohej garazh në kate me hyrje nga rruga qasëse mes kuvendit dhe shtëpisë së ARM-s. Shqipëria dhe Malizi kanë gjasa reale që të antarësohen në Bashkimin Evropian deri në vitin 2029, ndërsa Maqedonia e Veriut ka stagnuar në këtë drejtim. Komisionerja për zgjerim Marta Kos tha se tejkalimi i ngërçit me Bullgarinë mbetet një kusht i pashmangshëm që duhet të ndodhë në mënyrë që Republika e Maqedonisë së Veriut të bëjë një hap përpara drejt integrimit. Gjatë raportimit në Komisionin e Jashtëm të Parlamentit Evropian, ajo tha se BE-s i nevojitet unitet edhe për këtë ata insistojnë që procesi të jetë i bazuar në merita pasi uniteti vjen edhe nga vlerat e ndara.
Përderisa Shqipëria dhe Malizi janë storje suksesi i BE-s sa i përket zgjerimit drejt Ballkanit Perëndimor dhe gjasa që ata të antarësohen brenda 4 viteve janë shumë reale, Maqedonia e Veriut mbetet e bllokuar në rrethin vicioz të kontesteve fqinjësore. Zgjidhja e tejkalimit të ngërçit me Bullgarinë mbetet një kusht i pashmangshëm që duhet të ndodhë në mënyrë që vendi të bëjë një hap përpara drejt integrimit, që është hapja e kapitujve të negociatave për antarësim. E këtë e ka bërë të qartë edhe një herë sot komisionerja për zgjerim Marta Koz gjatë raportimit në Komisionin e Jashtëm të Parlamentit Evropian. Në Maqedoninë e Veriut, objektivi ynë politik është që të hapim negociatat me klasterin e vlerave fundamentale sa të miratohen ndryshimet e nevojshme kushtetuese. Për këtë, Bullgaria dhe Maqedonia e Veriut duhet të fillojnë bisedimet në mënyrë intensive dhe të gjejnë zgjidhje për këtë çështje bilaterale dhe unë qëndroj në dispozicion si lehtësuese, nëse është e nevojshme. Ajo më tej ka shtuar se BE-s i nevojitet unitet dhe për këtë ata insistojnë që procesi të jetë i bazuar në merita, pasi uniteti vjen edhe nga vlerat e ndara. Në këtë drejtim, Kos tha se Shqipëria po ecën më shpejt se më parë me reformat e integrimit. Ne kemi mundësi reale që brenda vitit 2029 të antarësojmë një ose më shumë shtete kandidate me të drejta të plota si vende anëtare të BE-s. Në Shqipëri kemi hapur tashmë 24 kapituj të negociatave. Vetëm në 2 muajt e fundit kemi hapur grup kapitullin e 2 dhe të 3. Ky shtet kandidat e ka kuptuar momentin e ri për zgjerimin duke bërë reforma më të shpejta se më parë. Ne duam që shtetet kandidate të jenë pjesë e sistemit ton të përbashkët të sigurisë. Shteti ligjor është i panegociueshëm. Kujtojmë se Maqedonia e Veriut ka mbajtur seancën e parë ndërqeveritare me BE-n në vitin 2022, por procesi i nisjes së negociatave mbetet i bllokuar për shkak se vendi nuk ka arritur që të përmbush detyrimin e ndërmarrë me kornizën negociuese për futjen e bullgarëve në kushtetut. Kryeministri Kristian Mickoski ka deklaruar se ekonomia e Maqedonisë së Veriut rradhitet në vendin e 4 sipas rritjes së bruto prodhimit vendor, që nga zgjedhja e kësaj qeverie ka qenë mbi 3%, ndërsa rritja e përshtatur arrin në 3.2%, ka deklaruar Mickoski. Ekonomia e Maqedonisë së Veriut rradhitet në vendin e 4 sipas rritjes së bruto prodhimit vendor. Para nesh janë vetëm Irlanda, Danimarka dhe Polonia. Kështu bëri të ditur kryeministri Kristian Mickoski. Sipas tij, në 3 mujorin e parë të vitit 2025, rritja reale e BPV-s, që nga zgjedhja e kësaj qeverie ka qenë mbi 3%, ndërsa rritja e përshtatur arrin në 3.2%. Në 3 mujorin e parë të vitit 2025, rritja reale e prodhimit bruto vendor, që nga zgjedhja e kësaj qeverie, është mbi 3%, ndërsa rritja e përshtatur është 3.2%, sipas dhënave të publikuara nga Eurostati. Kjo është shumë e rëndësishme dhe nuk është një rastësi. Është dëshmi që rezultatet janë të garantuara kur shteti udhëhiqet me dije, durim dhe këmbgulje. Ai shtoi se qeveria ka qenë e vetëdijshme që nuk duhet të humbte kohë dhe se është hapur një kapitull i ri i rritjes ekonomike, i cili, siç tha, është sinjal i qartë se reformat po japin rezultate konkrete. Nëse duam që deri më 2030 të jemi edhe më lart në listë, duhet të ruajmë një mesatare vjetore të rritjes mbi 4%. Kryeministri vlerësoi se arritja e këtyre rezultateve ekonomike është fal guximit, vizionit dhe shumë punës së bërë nga institucionet dhe sektori privat. Mund të themi lirisht se ekonomia është më në fund e stabilizuar në intervalin prej 3% deri në plus 3%, diçka që më parë ishte një mision i pamundur, u shpreh Mickoski. Pas 22 vjetësh në Arati, arestohet i shumë kërkuari me fletarest ndërkombëtar Hamdi Bajrami, i njohur me novkën komandant Breza, sipas informacioneve nga Ministria e Punëve të Brendshme. Aksioni është kryer nga pjesëtar të sektorit për bashkëpunim policor ndërkombëtar. Pas më shumë se 2 dekadash në Arati, shërbimet e sigurisë së Maqedonisë së Veriut e kanë lokalizuar dhe arestuar Hamdi Bajramin, i njohur me novkën komandant Breza, për të cilin ishte lëshuar një urdhër arrest ndërkombëtar që nga viti 2003. Bajrami, që në dokumentin e fletarësit në faqen e MPB-s figuron si Bajramovski, ishte në kërkim me urdhër të gjykatës themelore Shkupë 2 për vepra penale të kryera sipas nenit 237 të kodit penal, si dhe për vepra të tjera të rënda penale. Sipas informacioneve nga Ministria e Punëve të Brendshme, aksioni është kryer nga pjesëtar të sektorit për bashkëpunim policor ndërkombëtar. Më 2 qershor 2025, në zonën e Gazibabës në Shkup, zyrtarët policor nga sektori për bashkëpunim ndërkombëtar policor
E kanë privuar nga liria HB 43 vjeçar nga Shkupi. Ai ishte kërkuar me urdhër arrest për vuajtje të një dënimi me 5 vjet burg për veprën penale gravitje dhe një dënim me 6 vjet burg për veprën penale prodhim dhe shpërndarje e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe prekursorëve. Sipas MPB-s, ai ishte nën hetim edhe për disa vepra të tjera penale, për të cilat ishte caktuar masa e paraburgimit. Personi është dërguar në institucionin penal korrektues së Burgu i Shkupit për të vuajtur dënimin. Kujtojmë se Hamdi Bajrami, i njohur si komandant Breza, ka marrë pjesë në luftën e Kosovës dhe konfliktin e armatosur në Maqedoni në vitin 2001. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, i ka ftuar subjektet politike për një takim të mërkurën për të konsultuar rreth datës së zgjedhjeve lokale në Kosovë. Më njerë pas konsultimeve, presidentja do të caktoj datën e zgjedhjeve, ka për të ditur Bekim Kupina, këshilltar për media i presidentës Osmani. Zgjedhjet e fundit lokale në Kosovë janë mbajtur në tetor të vitit 2021, Lidhja Demokratike e Kosovës pati dalë e para, e pasuar nga lëvizja vetëvendosja dhe Partia Demokratike e Kosovës. Diskutimet për zgjedhjet lokale bëhen në kohë kur Kosova ende nuk ka qeveri të re si pasojë e mos konstituimit të Kuvendit të Kosovës, ndonëse zgjedhjet parlamentare janë mbajtur me 9 shkurt të këtij viti. Me 2 qershor, Kuvendi ka dështuar që të konstituohet për të 25 herë. Të paktën 27 persona u vranë si pasojë e zjarrit të hapur nga ushtria izraelite ndaj palestinezëve që kërkonin ndihmë humanitare në jug të rripit të Gazës, transmeton Anadolu. Ushtria izraelite ka shënjestruar përsëri civilët palestinezë që luftojnë me uri në rripin e Gazës, ku ka shkaktuar një katastrofë humanitare. Sipas një deklarate nga Ministria e Shëndetësisë, në Gaza 27 persona u vranë dhe shumë të tjerë u plagosën kur ushtria izraelite shënjestroi palestinezët që prisnin ndihmë humanitare në zonën e shpërndarjes së ndihmave në zonën Al-Alam në qytetin Rafa. Nga sulmi izraelit u plagosën mbi 90 persona, prej të cilëve disa janë në gjendje kritike. Që nga 27 maj, ushtria izraelite ka nisur sulme ndaj zonave të shpërndarjes së ndihmave të krijuara nga Fondacioni Humanitar i Ndihmës për Gazën, udhëhequr nga Izraeli dhe SBA-ja në maskën e ndihmës humanitare. Sulmet izraelite në Gaza kanë vrarë më shumë se 54.500 palestinez, shumica të cilave janë gra dhe fëmijë. Çdo ditë 1.6 milion njerëz në mbar botën sëmuren për shkak të ushqimit të pasigurt, paralajmëroi organizata botërore e shëndetësisë, duke kërkuar përpjekje më të forta globale për të garantuar sigurinë ushqimore përmes politikave dhe praktikave të bazuara në shkencë. Siguria ushqimore është një përgjegjësi globale, tha Simone Moraes, rasti shkencëtarja në Departamentin e Ushqyerjes dhe Sigurisë Ushqimore të OBSH-s gjatë një konference për shtyp të OKB-s në Gjenevë përpara ditës botërore të sigurisë ushqimore që shënohet të shtunën. Këto sëmundje janë të parandalueshme dhe shkenca për t'i parandaluar ato ekziston tashmë. Ajo që na duhet është veprimi koordinuar, i bazuar në prova dhe gjithëpërfshirës, ka shtuar ajo. Ajo gjithashtu theksoi se përgjegjësia për sigurinë ushqimore u takon të gjithë sektoreve të shoqërisë. Bill Gates është zotuar se pjesa më e madhe e pasurisë së tij që tani vlen $200 miliard do të shpenzohet gjatë 20 viteve të ardhshme për përmirësimin e shëndetit dhe arsimit në Afrikë. Themeluesi 69 vjeçari Microsoft tha se duke çliruar potenciale njerëzor përmes shëndetit dhe arsimit, çdo vend në Afrikë duhet të jetë në rrugën e prosperitetit. Duke folur nga kryeqyteti etiopian Addis Ababa, ai u bëri thirrje inovatorëve të rinj afrikan të mendojnë se si mund të shfrytëzojnë inteligjencën artificiale për të përmirësuar kujdesin shëndetësor në kontinent. Në fillim të majit, Gates njoftoi se do të dhuronte 99% të pasurisë së tij të madhe deri në vitin 2045, kur fondacioni i tij do të ndërpres veprimtarinë. Njerëzit do të thonë shumë gjëra për mua kur të vdes, por jam i bindur që
vdiq i pasur nuk do të jetë një prej tyre, shkroi ai në blogun e tij. Por edhe nëse dhuron 99% të pasurisë së tij, ai do të jetë ende miliarder. Ka që kishte për këtë edicion informativ, faleminderit për vëmendjen, bashkë miru pafshim.